Të nderuar shikues, rikthyem në studio me personalitetin për ditën e sotme dhe temën e ditës për sot. Sot do të flasim për Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Bujqësisë pranë Universitetit të Tetovës, i cili ka shënuar 10 vjetorin e funksionimit dhe njëkohësisht për të arriturat sukseset dhe sfidat e këtij fakulteti. Për të folur për këtë temë, nderë dhe kënaqësi që të na nderojmë me praninë e tij në emisionin ton, profesor doktor Ali Ramiz Ali, i cili është dekan i këtij fakulteti. Përshëndetje profesor dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë që u gjetëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që gjithmonë na nderoni. Të flasim fillimisht se si funksionon Fakulteti i Bioteknologjisë dhe i Bujqësisë pranë UT-s, pra si është stafi akademik, si janë programet studimore e kështu me radhë. Domethënë, Fakulteti i Bujqësisë dhe Bioteknologjisë është si pjesë e integruar e Universitetit të Tetovës. Për momentin kemi të akredituara 4 programe studimore: programi studimor prodhimtari bimore, agrobiznes, prodhimtari animale dhe mjekësi veterinere. Programi studimor i parë, do të thonë prodhimtari bimore, agrobiznes dhe prodhimtari animale, do të thonë studimet zgjatin 4 vite, do të thotë 10 semestra, me mundësi të akumulimit të 240 kredive brenda asaj periudhe të studimit. Studentët e diplomuar në këto, varësisht nga programet studimore në të cilin regjistrohen ose diplomojnë, marrin titujt e caktuar. Për shembull, studenti i diplomuar në programi studimor prodhimtari bimore merr titullin inxhinier i diplomuar i bujqësisë prodhimtari bimore. Do thotë është një lëmi pak më specifike. Studenti që kryen fakultetin dhe diplomon në programi studimor agrobiznes merr titullin inxhinier i diplomuar i bujqësisë përsëri, por në vis agrobiznes, do të thonë programi studimor agrobiznes. Edhe në këtë program studimor, studimet zgjatin 4 vjet, do të thotë 10 semestra me mundësi po ashtu të akumulimit të 240 kredive. Programi studimor prodhimtari animale për momentin nuk e kemi në funksion, edhe pse koha e studimeve edhe titulli që merr studenti në këtë program janë të njëjta sikurse edhe programet tjera, dhe programi i fundit studimor është programi studimor mjekësi veterinere, që për dallim nga programet paraprake është një program studimor më i zgjatur, do të thotë i integruar, që do të thotë në këtë program studimor studimet zgjatin 5 vite ose 10 semestra me mundësi të akumulimit të 300 kredive dhe në fund studenti i diplomuar merr titullin mjek veteriner dhe faktikisht ky program studimor, kjo formë e integrimit është edhe si punë në të njëjtën kohë studenti edhe është magjistër i mjekësisë veterinere. Po. Ju kishit përvjetorin e 10 të këtij fakulteti, si ishte ky manifestim, pra si u manifestua ky përvjetor? Harova të përmendi për stafin akademik. Po, domethënë stafi akademik i fakultetit, momentalisht jemi të angazhuar 10 pedagog, nga të cilët 2 janë profesor ordinar, 5 janë profesor inordinar dhe 3 janë docenta të shkencave eksakte. Lidhje me pyetjen e radhës, që thotë është tamam se ditën e gjeshme, dhe me thonë patëm manifestimin e organizuam 10 vjetorin e themelimit të Fakultetit të Bujqësisë dhe Bioteknologjisë. Ky manifestim kryesisht kishte karakterin e një manifestimi përkujtimor, do të thotë ti përkujtojmë edhe ti vlerësojmë, ti të ndajmë mirënjohje të gjithë atyre që kanë kontribuar fillimisht në iniciativën e fillimit të formimit të fakultetit, gjithsesi të japim mirënjohje edhe për ata që mbështetën fuqishëm këtë fakultet dhe ata që kontribuan në këto 10 vitet e fundit, dhe më thonë në këto 10 vitet e funksionimit të këtij fakulteti. Megjithatë, cilat janë sukseset dhe të arriturat që i numëron ky fakultet? Një periudhë 10 vjeçare, mund të themi se nuk është në një periudhë ku mund të bëhen shumë gjëra. Brenda kësaj periudhe 10 vjeçare ne nuk kemi arritur të bëjmë gjëra të mëdha,
Po megjithatë, brenda kësaj periudhe, fal angazhimit, eksperiencës së stafit akademik më të vjetër dhe fal vullnetit dhe entuziazmit të stafit akademik më të ri, megjithatë kemi arritur të përgatitim një kuadër profesional, një kuadër të një modeli evropian, i cili do jetë në gjendje që të gjitha të arriturat shkencore ti përcjellin tek fermerët me vetmin qëllim që fermerët nga praktikat e veta bujqësore të mira që i kanë, edhe nga sugjerimet, këshillat që do t'i marrin nga agronomët të arshëm, të arrijnë që në sipërfaqet e caktuara bujqësore ose nga e njëjta sipërfaqe bujqësore të arrijnë një rendiment më të lartë, të arrijnë një cilësi më të mirë të prodhimeve bujqësore dhe gjithsesi të kenë një prodhimtari rentabile. Si është numri i studentëve, profesor, në këtë fakultet nga viti në vit? Është mbetet konstant, është i rritur, i zvogluar, duke marrë parasysh edhe migrimin e qytetarëve nga vendi? Po, do të janë disa faktorë të cilët në një farforme ndikojnë në rritjen ose zvoglimin e numrit të studentëve. Nëse nisemi nga fakti i nevojave të shoqërisë në përgjithësi për agronomët e ardhshëm, pa marrë parasysh të cilit profilit takojnë ato, vlerësoj se numri i studentëve nuk është i mjaftueshëm në bazë të kërkesave që ka tregu. Po megjithatë, duke i marrë parasysh edhe këto që i përmendët ju, domethënë migrimin e popullatës posaçërisht, për fat keq migrimin e trive, edhe pse ai numër është i kënaqshëm. Është një benefit për fakultetin tonë se kemi student përveç se nga gjithë vendi, domethënë nga Maqedonia e Veriut, kemi student edhe nga Kosova dhe nga Shqipëria, të cilët në ambientet apo në hapësirat e Universitetit të Tetovës, konkretisht të Fakultetit Bujqësisë dhe Bioteknologjisë, e kanë gjetur vetveten dhe janë një numër i konsiderueshëm i studentëve të cilët megjithatë përvojën dhe të arriturat shkencore që do t'i marrin në këtë fakultet, do t'i përcjellin në për fermat e tyre. Por cilat janë sukseset e studentëve të këtij fakulteti? Të gjithë studentët që kanë diplomuar janë varësisht nga ajo se ku i ka dërguar rruga, për shembull, ato që janë të punësuar në për institucionet shtetërore, konkretisht në për njësitë rajonale të Ministrisë të Bujqësisë dhe Pilltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave, ose në vetë Ministrinë e Bujqësisë, Pilltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave, domethënë janë tu e bërë punën me shumë përpikri, por ashtu vlen të theksohet se edhe ata që janë të inkuadruar në sektorin privat, qofshin ato banatorët bujqësore, apo fermat e ndryshme të cilat merren me një lloj të prodhimtarisë bujqësore, gjithsesi janë treguar shumë të suksesshëm. Cilat ishte porosia juaj për të rinjët, ata të cilët duan të studiojnë në këtë drejtim? Çfarë apeli, çfarë mesazhi do ju kishit dhënë? Domethënë, para se me dhënë një porosi, në fillim harrova diçka, domethënë, cilat janë edhe objektivat e ardhshme të fakultetit. Domethënë, përveç programeve studimore që i përmenda, jemi në akreditim të sipërm edhe një programi të ri studimor, domethënë bëhet fjalë për bujqësinë inteligjente. Është një program studimor aktual, program studimor që e kërkon koha, dhe zakonisht ki do jetë një program studimor dual, që do ketë një gërshetim të disa fakulteteve, disa njësive, qoftë të Universitetit të Tetovës, apo edhe një bashkëpunim pak më i gjerë me universitetet tjera të vendit, ose edhe me universitetet tjera të rajonit. Këtë është një kërkese kohës, një nevojë kohës, dhe edhe me këtë program studimor, domethënë Universiteti i Tetovës do jetë në gjendje që të ofroj diçka më tepër në ofertën e vete akademike. Sa i përket pyetjes së parashtruar, do të thotë trive ju kisha sugjeruar që fillimisht të mësojnë aq sa munden,
të komunikojnë mes veti, të këmbejnë ideja, të këmbejnë mendime, të këmbejnë edhe sakrificat ndryshme që përjetojnë gjatë punës, të respektojnë dhe të duan punën e tyre, pa marrë parasysh çfarë pune, çfarë veprimtarie bëjnë, sepse përveç vlerësimit të punës tënde që e bëjnë trit, edhe përveç faktit se duhet ta duan ato çka e punojnë, këto janë arsijet që ai gjithsesi secili që i aplikon këto të dhëna, besoj se do të jetë i suksesshëm në punën e tij, me çka do të ndihmoj fillimisht vetveten, por edhe gjithsesi edhe shoqërinë në përgjithësi. Me qenë se jemi dhe në prag të fund vitit, cili do ishte urimi juaj për studentët, stafin akademik, shikuesi? Çfarë do kishte uruar për 2026-ën? Po gjithsesi një urim përgjithshëm për gjithë shikuesit të kalojnë në mënyrën sa më të mirë të mundshme festat e fund vitit dhe të shpresojmë se viti i ardhshëm të jetë një vit së pari më i shëndetshëm gjithsesi për të gjithë, edhe një vit më i bereqetshëm në çdo aspekt, varësisht kurse çfarë profesioni është të zhvillohet. Faleminderit shumë që ishi pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe juve. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Në vazhdën e personaliteteve kishim dekanin e Fakultetit të Bujqësisë dhe Bioteknologjisë pranë Universitetit të Tetovës. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, do të rikthehemi pas pak.